Një gjenerat e re nacionalist është ekstrem serb, por shfaqen si një kërcënim serioz për stabilitetin e Ballkanit, paralajmëron gazeta britanike The Telegraph në një investigim të detajuar. Sipas raportimit, rreth 30 vite pas përfundimit të luftës në Bosnjë, ekziston rreziku real i ringjalljes së tensioneve etnike dhe konflikteve të armatosura. Gazeta shkruan se qindra militantë serb kanë shkuar në Ukrainë për të luftuar për krah forcave ruse, me bindjen se Moska do t'i mbështesë në të ardhmen për realizimin e synimeve nacionaliste, përfshirë këtu territore që ata i konsiderojnë të humbura, siç është Kosova. Në këtë rit përfshihen dhe veteranë të luftës së Bosnjës, të cilët përdorin rrjetet sociale për të rekrutuar të rinj duke ofruar pagesa të majme. Autoritetet dhe analistët paralajmërojnë se rikthimi i këtyre luftrave në Bosnjë do të ndesë konflikte paramilitare dhe destabilizojë një rajon ende të brisht. Në një nga rastet e përmendura është ai Dario Radžičić, i plagosur rënë në Ukrainë, i cili pas kthimit u arrestua në Sarajevo për pjesëmarrje të formacioneve të huaja para-ushtarake, por u lirua dhe ndodhet në arrest shtëpie. E pavarësisht kësaj, ai vazhdon të ketë ndikim të madh online. The Telegraph thekson se kjo lëvizje mbështetet nga ish luftëtarë të viteve 90, të cilët ushqejnë ideologji ekstremiste tek brezat e rinj. Analistët paralajmërojnë se edhe një numër i vogël individësh të armatosur mund të rrezikojnë seriozisht paqen, ndërsa raporti ngresh shqetësime për lidhje të mundshme politike dhe ndikimi rus në këtë rrjet, me pasoje që mund të shtriheshin përtej Ballkanit dhe të prekin sigurinë evropiane.